Sam bila Slobodan Milošević, etnički biočistila Kosovo 98. A një të mirë. Që edhe njëherë. Sam bila Slobodan Milošević, etnički biočistila Kosovo 98. Kjo është ministria e administrimit të pushtetit të lokal në Serbi, e cila ka dhënë këtë deklaratë skandaloze në median serbe, gjithashtu skandaloze kurir. Por ju kishte më thonë çka është. Normalisht ashtu deklarohen ta ministrat e qeverisë së Serbisë. Nëse nuk është të bashkështu. Kjo deklaratë është njëra prej deklaratave më fashiste, më skandaloze që ndonjëherë është dëgjuar prej një zyrtarit të Serbisë. Po thotë që PT ishte në vendin e Miloševićit, kisha bos pastrim etnik të shqiptarëve. Tash çka do të bëjë Kosova për këtë deklaratë, në fund do të bëjë kur gjë, përpas që mund të me i tha Bashkimit Evropian, çfarë me çfarë vendi jeni të dashur me dialogu, çfarë qeverie jeni të dashur me shti edhe me bë pjesë të Bashkimit Evropian. Çfarë mendësie. Po, këtu nuk është Kosova tema. Këtu janë shqiptarë. Taja po thotë i kisha pastru etnikisht. Me pastru Kosovën etnikisht i bjen me pastru për shqiptarëve. Cili është shteti tjetër i shqiptarëve? Është Shqipnia. Çfarë po bën Shqipnia në këtë situatë? Kur gjë hiç. Edi Rama as nuk ka fol. Edi Rama, i cili disa muaj më parë kishte shkruar një kolumne së bashku me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, shefin e kësaj ministre që thotë që i kisha pastru Kosovën etnikisht për shqiptarëve, edhe bashkë me një kolumne tu i bashkërendu me ndimet Rama, kryeministri i shqiptarëve, Vučići, presidenti i Serbisë. I kanë bashkërendu me ndimet për me i thonë Bashkimit Evropian shtina neve në BE e tani ma vonë këshirëm i plotësojmë do kushte. Ku është Shqipnia sot? Ku është Shqipnia e cila dëshironte të bënte Open Ballkanin me Serbinë, me qeverinë, ministra se cilës thotë që i kisha pastru Kosovën etnikisht. Ku është nota e protestës që Shqipëria është dashur me thirrë sot ambasadorin e Serbisë në Tiranë, i cili ka anën Slobodan, edhe me ja dërguar një letër proteste spaku, ose me qenë pak, ma të guximshëm, me përjashtu, me largu nga Serbia, nga Tirana, ambasadorin, i cili nuk del kundër kësaj deklarate. Qysh me mbajt në Shqipëri, në kryeqytetin e shqiptarëve, në Tiranë, një ambasador i cili përfaqëson shteti i cili udhëhiqet prej njerëzve, të cilët thonë kishën pastru etnikisht Kosovën nga shqiptarët. Qysh? Dhe kur po them që Shqipëria duhet i bëjë këto dy veprime, se po këtë parë ndërgimin e një note proteste, e jo sikurse ky Taulant Palla që e bën share videon e ministres dhe ja qet një ex atë me demek që kjo u kry, që kjo është reagimi jo. Dhe është reagimi jo të politik për pas që kjo nuk ka lënë, normalisht që kjo nuk ka lënë, normalisht që Miloševići nuk është më, normalisht që nuk thehet koha Miloševićit as natë të as nuk ka mundësi më me pastru Kosovën etnikisht. Për cili është reagimi yt kur po thot ministri i qeverisë me cilën ti bashkëpunon që duhet të pastru Kosovën etnikisht. Kur gjë hiç. Dhe këto të drejta, Shqipnia i ka të garantume edhe me konventa ndërkombëtare. Nuk po thonë veç hajt, stashti. Elësia e Tiranës çohet edhe thotë, ne nuk mundemi për Kosovën, Kosova i ka problemet e veta dhe tani ta çojmë ambasadorin, ta shkarkojmë ambasadorin, ta heqim ambasadorin, të dërgojmë notë proteste të prishëm marrëdhëniet me Serbinë. Pyetja është, a jetojnë mbrojtje shqiptarët? Ai po thotë, e kishëm spastru etnikisht Kosovën prej shqiptarëve i bën zoti Rama. Sipas ligjit ndërkombëtar, më saktësisht konventit të Vienës për marrëdhëniet diplomatike, Shqipëria e gëzon të drejtën totale ligjore që së paku me dërguar një notë proteste ambasadës së Serbisë, më saktësisht ambasadorit të Serbisë në Shqipëri, sepse e ka të garantuar. Por sipas nenit 9 të kësaj konvente të Vienës, dëbimi i një ambasadori bëhet kur ai më shumë vetë bën një gabim. Sepse zakonisht ambasadori i largohet prej një vendi nëse ai vetë personalisht bën shkelje. Por në nuk është shkelje, fakti që ky ambasador as nuk ka dalë me thon as një deklaratë për këtë qendrim të qeverisë së tij. A mundet ambasadori që është zgjedhur prej vetë shtetit me dalë kundër shtetit, dhe apo pret që kjo ambasador nuk mendon ndryshe, se po ku Shqipëria, shqiptarët e Kosovës e meritojnë një shpjegim. Zoti Rama, apo edhe këta janë nga Irani.